Deputeti Erben Pëllumbi nuk ka shprehur asnjë keqardhje për faktin se emri i tij nuk është përfshirë në listat e mbyllura të Partisë Socialiste, por do të garojë në listën e hapur të Tiranës. Nga ambientet e jashtme të parlamentit, ai u ka thënë gazetarëve se risit në listën e Partisë Socialiste i dinin prej muajsh dhe emrat nuk kanë qenë as pak surprizë. Nuk e besoj këtë gjë, nuk është një gjë që bën përshtypje pasi ne kemi muaj që e kemi diskutuar këtë, e kemi vendosur. S'kishte ndonjë gjë surprizë kjo listë, u shpreh Pëllumbi, duke shtuar se nëse nuk fiton një vend në kuvend, do të bëj atë që kam bërë gjithmonë. Sa i përket garës në qarkun e Tiranës në zgjedhjet e 11 majit, ai tha se do të jetë e luftuar pasi në lojë janë vetëm 7 apo 8 ulëse. Sigurisht që do të jetë një garë fort, por të kemi parasysh që 37 emra të listës së hapur garojnë për 7 apo 8 vende. Kjo nuk diskutohet, por në fund fare të dali forca politike që ne përfaqësojmë për të çuar vendin drejt Bashkimit Evropian. Pra përtej emrit individual, shikojmë kontributin për partinë, deklaroi ligjvënësi i mazhorancës. Ndërkohë, deputeti i qarkut të Lezhës, Eduard Ndreca, tha se nuk ka asnjë hatërmbetje për faktin se mbeti jashtë listave të Partisë Socialiste. S'ka rëndësi, është e rëndësishme të fitojë Partia Socialiste. Ka mbajtur pozicione shumë të rëndësishme në PS dhe më kanë dhënë shumë çka PS-ja. Do bëj të pamundurën që lista të fitojë, deklaron Ndreca. I pyetur se çfarë do të bëj pas kësaj, ai përgjigjet: "Do të rikthehem në universitet."